Milionat u dhanë veç me një nënshkrim. Firma hedhur 4 ditë më parë nga Franca, shtetit të Kosovës ja trashi gjepin me 80 milion euro, para këto që do të ndihmojnë në tranzicionin energjetik. Për një ekspert të fushës, transformimi në burime të ripërtreshme ka rëndësi të madhe. Ky fond të duhet që të jetë një sqarim më i madh, më i gjatë, më profesional nga ana e institucioneve qeveritare me qëllim që me kuptu cilat të jenë benefitet nga ana e biznesit, nga ana e ekonomisë, po dhe institucioneve publike. Në shumicën e rasteve, edhe kur janë fonde publike, prap ato fonde publike janë që një anë apo tjetër e prekun edhe biznesin. Sipas Ylës, Kosova duhet të ketë prioritet sigurinë energjetike. Kjo pasi afrimi i dimrit rrit rrezikun e varësisë nga importi. Siguria energjetike nuk varet vetëm prej një segmentit, po duhet të punojmë krahas në disa projekte, të fillu nga shtëpitë familjare, të cilat kanë nevojë me u pavarësu dhe me kriju një siguri energjetike përmes sistemeve solare, sistemeve battery storage, pompave termike. Pastaj janë bizneset dhe industriat që kërkon një konsum shumë të madh të energjisë. Për një njohës tjetër të energjetikës, edhe reformat në këtë sektor janë të domosdoshme. Ti ndërtojmë edhe kapacitetet e reja, dhe në këtë rast të minimizojmë ndoshta edhe importimin e konsulencës së huaj. E nëse është domosdoshme, atëherë ne mund të gjejmë konsulencë e cila vjen nga diaspora, e cila njeh edhe kontekstin. Në kuadër të tranzicionit energjetik, sipas një ambientaliste, Kosova duhet sa më parë të trajtojë çështjen e përdorimit të gjerë të linitit. Qymyri si mjet ndatës është shumë i rrezikshëm për jetën e qytetarëve tonë, edhe mënyra që na e përdorim, nxjerrja e tij, djegja e tij. Në prill të këtij viti, Komisioni për Buxhet kishte miratuar projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim.